Partia Demokratike nuk do të votojë nismën e qeverisë për paqen fiskale me biznesin si pjesë e paketës fiskale që shoqërojnë buxhetin e vitit 2026, që do të diskutohet e votohet në një seancë maraton të Kuvendit duke nisur nga EITA. Për kryedemokratin Sali Berisha, ligji legjitimon paratë e drogës. Por ne jemi absolutisht kundër këtij kuadri ligjor e kemi deklaruar të kësaj amnistie, e cila fsheh kanalet e zeza të larjes miliarda eurove nga klanet e drogës, kartelet e drogës. Duke komentuar buxhetin e vitit 2026, Berisha tha se duhet një paketë emergjente që sipas tij do të rikthejë popullimin e vendit. Për t'i dhënë një përgjigje kësaj katastrofe ekzistenciale, demografike të shqiptarëve në Shqipëri, Partia Demokratike mendon se duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë të ketë një trajtim mujor 1.000 euro në muaj. Fëmia i dytë 2.000 euro. Fëmia i tretë 3.000 euro. Pak orë para nisjes së seancës ku do të zgjidhet edhe avokati i popullit, kryedemokrati ripërsëriti qëndrimin e opozitës se ka tërhequr firmat për të gjithë kandidatët. Sqaroi qëndrimin për kandidaturën e Endri Shabanit. Partia Demokratike i hoqi mbështetjen zotërisë dhe ata që kanë firmosur tërhoqen propozimin, e tërhoqen zyrtarisht propozimin.